Bill Gates merr përgjegjësinë për veprimet e tij, njofton fondacionin e tij për çështjen Epstein. Bill Gates mori përgjegjësitë për veprimet e tij në lidhje me marrëdhënien e tij me Jeffrey Epstein gjatë një takimi me punonjësit e fondacionit Gates, ka thënë një zëdhënës i organizatës bamirëse në një deklaratë me shkrim për Reuters të martën në 25 shkurt. Komentet e zëdhënësit janë një përgjigje ndaj një raporti të Wall Street Journal se Gates i kërkoi falje stafit fondacionit për marrëdhëniet e tij me Epstein. Dokumentat e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës zbulojnë se Gates dhe Epstein u takuan disa herë pas lirimit financiarit të ndjer amerikan nga burgu për të diskutuar zgjerimin e aktiviteteve bamirëse të themeluesit Microsoft. Sipas raportit, Gates i tha stafit se kalimi i kohës me Epstein ishte një gabim serioz dhe i lidhi drejtuesit të fondacionit Gates me të gjatë takimeve. Nuk kam bërë asgjë të paligjshme, as nuk kam parë asgjë të paligjshme. Botimi citon një regjistrim audio të komenteve të Gates gjatë takimit me punonjësit e fondacionit. U kërkoi falje personave të tjerë që ishin të përfshirë në këtë situatë për shkak të një gabimi që bëra, tha Gates sipas gazetës. Gazeta shtoi se Gates pranoi se kishte pasur 2 afera me gra ruse të zbuluara më vonë nga Epstein. Megjithatë, vuri në dukje se këto 2 gra nuk ishin midis viktimave të Epstein. Sipas raportit, Gates u tha stafit fondacionit: "Nuk kam bërë asgjë të paligjshme, as nuk kam parë asgjë të paligjshme." Dokumentat e publikuara nga Ministria përfshin gjithashtu foto themeluesit Microsoft duke pozuar me gra, fytyrat e cilave janë modifikuar për ta bërë atë të padallueshëm. "Nuk kam kaluar kohë me gra përreth tij." Gates më parë deklaroi se marrëdhënia e tij me Epstein ishte dënuar për abuzim seksual, i gjetur i vdekur në qelin e tij, ishte kufizuar në diskutime bamirësie dhe pretendoi se ishte gabimi i tij që e takoi atë. Sipas gazetës, Gates u tha stafit fondacionit se Epstein i kishte kërkuar të bënte këto foto me asistentët e financierit amerikan pas takimit të tyre. "Për të qenë i qartë, nuk kam kaluar kohë me viktimat, me gratë e tij përreth tij", shtoi Gates sipas raportit. Më parë këtë muaj, fondacioni Gates njoftoi se nuk kishte bërë asnjë pagesë për Epstein dhe as nuk e kishte punësuar ndonjëherë për ndonjë arsye.